Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë El Fele. Sot me ju moderator Dardan Goshi dhe gjithashtu me ne Hoxh Sinan Ushiti. Hoxh, selamu alaikum. Mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah i dashur Dardan, mirë se u takuam me gjoherë të takofshim për të mirë, ya Rabbil alamin. Amin. Hoxh, si të kam sot? Mirë, alhamdulillah, si çdo vikend, çdo ditë e diellt, e dim pak kemi pak më shumë ngarkesa, po mirë, alhamdulillah, falë Allahit, mirë. Alhamdulillah. Para se të fillojmë si gjithë, dëshim të falenderojmë sponsorët e podcastit, edhe vëllezërit e motrat që kontribuojnë për këtë projekt. Allah shpërbleft të gjithë dhe ju falenderoj të gjithëve. Pra, atëherë më mundsa edhe mu që të shprehim falënderimin ndaj vëllezërit tanë, sponsorët të cilët ndihmojnë këtë projekt madhështor të rëndësishëm, për hapjen e fjalës së vërtetë, të mirës, këshilla të dobishme, që ndriçojnë zemrat e njerëzve dhe ju ndihmojnë njerëzve, vëllezërve, motrave përgjithësi shpirtërisht. Kështu që falenderojmë sponsorin gjeneral Kotoritek, vëllezërit të cilët ndihmojnë këtë projekt, që gjithashtu djalin sportistin Gjemilin, i cili gjithashtu si sponsor i këtij projekti, gjithashtu edhe sponsorë tjerë anonim të cilët i kemi. Allah i shpërbleft me xhennet dhe u ndriçoft të varret dhe na bashkoft xhennetet e tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah shpërbleft Hoxh. Sot e kemi si temë rëndësia e namazit me xhamat. Kështu se t'ja fillojmë me pikën e parë. Bismillah. Para se me fillu, pse këtë temë? Kjo temë është shumë e rëndësishme në kohën e sodit, sepse besoj edhe mes vëllezërit ka debate goxha shumë, është e rëndësishme apo a duhet të shkojmë të falim namazin me xhamat në xhami, sidomos ne që jemi perëndim ku nuk i kem çdo herë mundësi që të shkojmë. Tash do më thash një pikë se për mendim tam edhe mendimin e vëllezërit që i kem projektin ton, si Exonin apo edhe ti si mosafir çdo herë shumë që të kem. Normal është një temë në cilën na prek secilin, edhe është shumë me rëndësi në kohën e sotme. Vallai, ne do të folim për kësaj pike dhe kësaj çështje dhe kësaj teme të shumë të rëndësishme, si dispozit në fenë dinin Allahut Azza wa Jall dhe çka të bëjmë me të gjithë muslimanët kudo që të jenë, jo për domethënë për vëllezërit, për ne që jemi këtu, domethënë në Evropë, po në përgjithësi rreth vlerës së rëndësisë se namazi me xhamat vëllai nuk neglizhohet vetëm në Evropë, te ne ku bile njerëzit kanë hapësirë dhe mundësi për ta falur namazin me xhamat më shumë te ne rreth tona. Nuk e shoh njerëzit duke qëndruar jashtë xhamisë ose rreth xhamisë ose afër xhamisë, po kur do të hysh në xhami do ta shohësh imamin me 4, 5 ose 10 persona të cilët e falin namazin me xhamat dhe kjo është një fatkeqësi dhe kjo është një gjë që na bën gos të gjithëve. Prandaj është si temë e rëndësishme që duhet të folet për këtë temë dhe si do të dispozit në përgjithësi rreth kësaj teme. Allah shpërbleft. Bashkëtullë. Bismillah, se pikë parë kemi çfarë rëndësie ka namazi me xhamat në Islam. Namazi me xhamat nuk është vetëm normal pikë parë është nga adhurimet më të rëndësishme kolektive. Nuk është por vetëm falja e namazit me xhamat në xhami, po sasaj domethënë që kryet adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall dhe obligimin që e ka robi ndaj Allahut subhanahu wa taala, po kryen edhe një adhurim që e ka obligim ta kryejë në xhami. Në kohë, momente, raste kur njeriu e ka çat mundësi. Ka raste pa pikë dyshimi kur njeriu nuk e ka çat mundësi, jo është në punë, ke parasysh ose është i smur dhe kështu me radhë. Këtu ne do të flasim pra rreth për personin, për vllain i cili është në shtëpi, është në gjendje të mirë, është shëndosh, është rahat, është i lirë dhe nuk është i motivuar që ta falë namazin me xhamat në xhami dhe preferon që ta falë namazin në shtëpi. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar rreth vlerës të namazit me xhamat në xhami. Siç ka ardhur dy transmetime, në njërin transmetim 27 shkallë më me vlerë se në shtëpi dhe hadithi tjetër 25 shkallë. Pra për 25 gradë është më i lartë ose për 27 më i madh namazi me xhamat
në xhami. Kjo posa asaj që që e ngrit atë peshën, rëndësinë e namazit me xhamat në xhami, por kjo i forcon edhe lidhjet e shoqërisë në xhami. A kupton se në xhamin e njoftohemi, në xhamin e afrohemi, në xhamin e njohim njëri tjetrin, në xhamin e ja dim gjendjen hallin njëri tjetrit. Jo rastësisht Allah subhanahu wa taala e ka bërë që namazi të jetë më me vlerë më e rëndësishme në xhami se në shtëpi. Pse? Për shkak se posa asaj domethënë që ne do ta kryejmë atë si adhurim, si ibadet, por ne gjoherë që ndrojmë afër njëri tjetrit dhe gjoherë ne jemi bashk njëri me tjetrin. Dhe sa njerëz janë njohtuar në xhami që më parë nuk janë njohur. Sa njerëz kemi njohur hallin, dercin atyre në xhami që nuk i kemi ditur. Ne në xhami kuptojmë se filani është i sëmur, ne në xhami kuptojmë se filani është fakir, është i varfër, ne në xhami kuptojmë se filani është gjendje ku ai ka nevojë. Dhe në xhami ne, domethënë, i realizojmë shumë role të ndryshme dhe të rëndësishme për shoqërinë, qoftë ajo ndihmesa, qoftë ajo vizita të sëmurit, qoftë ajo gjenazja, qoftë ajo pajtesa, kështu role të ndryshme. Pra, namazi me xhamat në xhami ka një peshë të rëndësishme të madhe që Allahu i ka dhënë në dinin, në fenë e tij, që nuk duhet neglizhuar, veçanërisht një sevap në shtëpi, 27 në xhami. Pra, për 27 gratë më me vlerë, më e rëndësishëm namazi me xhamat në xhami, që nuk duhet neglizhuar. Edhe kjo besoj është prej mos kuptimit, unë i pari mos kuptimit i vlerës këtij shpërblimi, se një shok jam më pa tregu një shumë të bisedu për shpërblimin e faljes së namazit me xhamat, edhe ato ishte një mendim ndryshëm prej 2-3 persona. Edhe e cekë shumë me vend tha në qoftë tha se ty tha pa marrë parasysh tha mes natës me thirr me thonë hajde në filan vani, edhe i merr 27 herë pagës tone. Do të thonë pagën cilën e kimo jore, po ta bëjmë herën 27. Tha shkon, tha normal që shkoj. Tha pra pse nuk shkojmë tha për tha faljen namazit me xhamat. Por shkak se është diçka që ai e prek dhe sheh materialen. E këto për atë po them se nuk shpërblimin ai nuk e sheh, nuk e prek. Edhe kjo është ajo që e mashtron njeriu, por në ahiret ja kemi me kërku. Nuk do t'i ketë parë të hollë në botën tjetër, por do t'i ketë shpërblime dhe përmes shpërblimeve do të pra përmes veprave të tij të mira do të shpërblehet në botën tjetër. Pa njohur vlerën një gjëje, rëndësinë, njeriu gjoherë ta neglizhon se nuk e din, s'di çka ka në të, ke parasysh. Kur e zbulon të mirën që fshihet brenda kësaj gjëje, ai pastaj nuk e le atë. Ke parasysh. Kur ta provojsh një lloj ushqimi, çka të pëlqen apo don, e pastaj gjoherë don ta hash atë ushqim se e preferon. Kështu edhe shija, kënaqësia e namazit me xhamat nuk mund t'ja dinë vlerën dikush i cili nuk falet dhe nuk është munduar që të falet. Dhe ajo nuk përjetohet për një kohë. Ka pas për gjeneratave të para që 40 vite me radh as tekbiri fillestar nuk i ka hikë në namazin me xhamat. 40 vite me radh, as tekbiri fillestar nuk i ka hikur. Pra, çdo herë prezent në namazin me xhamat. Kur njëri ti ka thënë, pse ti çdo herë shkon para se me thirr ezani? Ka thënë se unë du të shkoj te Zoti im para se të më thirrë ai, jo pasi që të më thirrë. Ne posa asaj që dëshmojmë atë dobësinë imanore fetarisë tonë që shkojmë në xhami mas ezanit ose pasi që imami fillon me namazin, po na ik recati i parë, recati i dytë. Me qenë i lirë, të jetë njeriu i lirë, ta ketë qatë mundësi, elhamdulillah, kohë e lirë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, dy të mira i neglizhojnë, nuk kushtojnë shumë rëndësi shumë prej njerëzve. As-sihhatu wal-faragh, shëndeti dhe koha e lirë. Ti vëllai je i lirë, je në shtëpi, je shëndosh, mirë. Allahu subhanahu wa taala ta ka bërë të mundshme ta adhurosh atë që të ka krijuar për çat qëllim, ta ka mundsuar të adhurosh në një vend ku kënaqësia e adhurimit është shumë më ndryshe
se një shtëpi, Shumë dhe veç asaj, me shkuarjen tënde në shtëpinë e tij, pra në shtëpinë e Allahut, si musafir i Allahut, që Allahut thret, hayya ala sala, as të dhe namaz, hayya as në shpëtim, hec thot në shtëpinë time, hec si musafiri im, të nderoj në shtëpinë time, të të gëzoj, të të shpërblej, të të pastroj, të të ndihmoj, robi të gjithë këto të mira i refuzon. Edhe me veç shkuarjen e robit në shtëpinë e Allahut, ai njoftohet me shumë raste, gjëra, situata të ndryshme, se pi shtëpi ti nuk e din. Duke ne të shtëpi ti nuk di se çka ndodhi jashtë. Por kur të shkosh, edhe sheh realitetin, gjendjen e realt e një vllau ose shoqërisë në përgjithësi. Vërtet, edhe gjithashtu që e them herët se ndoshta vetë i dhurueshëm apo i mërzitshëm, edhe ndoshta një llaft mirë që një vllau mund me ta bën xhamin, diçka ta gëzon zemrën, kthesh në shtëpi me buzëqeshje. Nuk ka dyshim se në mesin e atyre njerëzve do të gjesh njerëz të cilët ose prej gojëve të cilave dalin fjalë të ëmbla, fjalë të urta, fjalë që burojnë nga thellësia e zemrave të tyre, këshilla, të cilët vetëm kur tu dëgjosh fjalët të tyre, nuk do të çdo herë ose të dëgjosh edhe jo. Këti vlezër, subhanallah, në vlezër shumë mirë, të butë, të sjellshëm, vetëm neja me të kënaq. Vetëm ta pish një kafe me të kënaq. Të largohen brengat, të largohen mërzit, kënaqesh. Edhe mas gjithë asaj lozshtije, apo një shqetësimi që e ke në familjen tënde, shtëpinë tënde, e merr një këshill, po gjithashtu edhe gatitshmërinë që ta shpreh vllau apo vlezit për të të ndihmuar, për të ta larguar një të keq që ty të ka kapluar. Alhamdulillah, Allah na mundsoft me qenë çdo herë në prezencë në xhami. Amin. Sepse me të vërtetë një ditë vjen se kemi me lyp. Kena me lyp do ta kërkojmë, por do të jetë vonë. Shumë vëllezërve u kam thënë, sot kur keni mundësinë të vini, shëndetin e keni, pasurinë e keni, veturat i keni, mundësinë e keni, je i lirë. Në thash edhe përsëris nuk flasim në kohën kur vëllezërit janë në punë, për punë, ke parasysh nuk kanë mundësi që të prezantojnë në xhami, falin namazin atje ku janë. E ke kretë mundësinë. Sabahin veçanërisht, Yatsin veçanërisht. E ke mundësinë, wallahi do të vije dita kur ti do të qajsh, do të rrjedhin lotët, do të kërkosh, do të pendohesh, do të bëhesh pishman për gjithë ato vite dhe ditë që ke pasur mundësinë të shkosh në shtëpinë e Allahut dhe të falësh namazin dhe të përjetosh atë ambientin vllazëror në xhami dhe ti nuk ke shku, tash dëshiron por durrës të lëvizin. Këmbët nuk të punojnë, trupi nuk të lëviz. Je i smur tash. Nuk ke mundësi që të shkosh në xhami dhe të falësh namazin me xhamat. Kështu që mos t'i lojmë vetit që të vim deri në atë shkallë, deri në atë deregje, dhe kur ne kemi mundësi dhe nuk shkojmë në xhami, ne duhet t'ia parashtrojmë pyetje vetit, vallë, a jam i privuar unë nga kjo gjë? Vallë, a ma ka bo haram Allahu mu prezencën në xhami? Çka ndodh me mu? Pse të tjerët shkojnë, unë të mos shkojnë në xhami? Pse të tjerët ta kenë mundësinë shkojnë ta përjetojnë atë kënaqësinë e namazit me xhamat pas imamit? Ja unë të mos e kem këtë mundësi dhe ta fali namazin shpejt për 1 minutë në shtëpi, aty kim se u fala, as përjetova kënaqësi, as kurrë, as meditim, as khushu. Pra duhet personi t'ia parashton, ndodh nazë xhumi, ndodh pengesa ndryshme, disa herë ndodh musafir, më thonë, çu kushitin hallet ti. Po nuk është normale të kalojnë ditë të tëra ti pa dal namaz me xhamat në xhami. Kjo nuk është normale. Duhet t'i folish vetvetit se çka ndodh me mua. Mos prit hoxha të thirrë, mos prit xhamatit të thirrin. Ti foli vetit tanë se çka ndodh me mua, pse unë nuk shkoj në xhami. Ja, unë jam shumë më i miri nga të tjerët. Ja, unë jam më i keqi. Çka ndodh? Valla ato çat shumë që kanë të lidhur për shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Pse unë mos ta kem? Okej, gjatë ditës jam në punë. Jam i lodhur. Është e vërtetë, ke punuar gjatë tërë ditës. Po sa herë na ka ndodhur që ne jemi të lodhur, mas punë përsëri vazhdojmë kraj për vëllezërve 2 ndrime punojnë ose 2 punë punojnë, ha? 2 punë punojnë, ndalen. Mas punë shkojnë punojnë bilen më të zezë. Pse i nevojiten më shumë para? Ke parasysh? Ke ka këtë mundësi. E nuk e ka mundësinë dhe nuk
Domethënë nuk i ka mundësi dhe shumë djetë i lodhur për të vjet për ta falë namazin me xhamat 10 minuta në xhami. Këtu problemi është me imanin, me besimin. Se thojmë jemi të lodhur, po kur shkojmë në shtëpi vazhdojmë me najt prapë zgjut. Vazhdojmë me net prapë zgjut, veç asaj Shumë televizion apo tash televizionet, më shumë telefonin, celularin, as knatësin familjare su ne përjetojnë, për shkak se as me familje muhabet nuk bojnë, ke parasysh, thot jam i lodhur mos më gusni, linë më një thot rahat të pushoj, tamam i shtrira aty me celular, me telefonin, duke par TikTok, Snapchat, ke parasysh dhe i kalon koha që kështu, edhe nuk del që ta falen namazin me xhamat, duke pasur mundësi që të del. po tash mas gjitha këtyre cilat i përmendë, cilat janë se njëri është i shëndoshëm, i ka mundësinë me orë tamat. Cilat janë arsyet më të zakonshme që pengojnë njeriu për me kry ibadetin me namazin me xhamat. Në fillim themi dobësia e imanit. Dobësia e imanit për shkak se personi që ka iman, besim të fortë dhe din obligueshmëri se namazi me xhamat është wajib, është obligim. Është obligim. Nëse personi nuk ka arsye dhe nuk mund të arsyetohet para Allahut dhe lën namazin me xhamat në xhami, do të llogaritet para Allahut për lënien e namazit me xhamat në xhami. Pra, çka e bën që njeriu ta lanë namazin me xhamat në xhami është dobësia e imanit, pra nuk mendon shumë edhe nuk beson në atë se një ditë do të llogaritet, edhe do të dënohet për çdo vepër e mirë që do të shpërblet ose për çdo vepër e keqe që ka bë, do të dënohet. Pra, dobësia e imanit të bën atë veten. Njëri ishte një sahabi i verbër i tha ja Rasulullah, tha rruga tha për të xhamia tha nuk është e mirë. S'ka kush më çon në xhami që ta fali namazin me xhamat. Kam frikë që mos të më del diçka gjatë rrugës. A bon tha ta fali namazin me xhamat, a bon tha që ta fali namazin vetë në shtëpi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tha bon. Ndërsa e ktheu shpinën, masi e ktheu shpinën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "A tasma'u nida?" A dëgjon ezanin? Tha po, tha përgjigju. Tha përgjigju. Në për rrjetet sociale, shumë video keni pasë si njerëz të verbër, nuk e di largësia e distancës shtëpisë së tyre për xhamisë e kanë lidhur litarë, konop. Po. E keni pa? Po. Prej shtëpisë së tij deri në xhami ka lidhur konopin dhe për konop shkon deri në xhami që ta falen namazin. Kjo tregon lishmërinë e zemrave të tyre për shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Ke parasysh? E kemi raste ku njëri në xhamin e ka shi shtëpisë së tij. Muri e dan, por nuk shkon ta falen namazin me xhamat në xhami. Kjo është person i privuar. Do t'i folim vetë mos jemi edhe ne të atill. Se dikush është shumë afër nuk shkon, dikush është shumë larg shkon. Pse e prej që është larg, mundet 5 minuta, 20 minuta shkon ta fal namazin, pse unë 5 minuta, 2 minuta mos mund shkoj ta fal namazin me xhamat. Do thënë, këtu ja unë jam me iman më fort, ja ai. Tamam? Do një po. Tash unë që jam 5 minuta o 2 minuta larg xhamis dhe nuk marr hapin, shkoj ta fal namazin. E kam mundsinë, shkoj ta fal namazin me xhamat në xhami. Dhe ai prej distancë më të larg vjen ta falë namazin, të prezanton në namaz me xhamat në xhami. Këtu problemi është te unë e ai. E di ku është problemi. Pra dobësia e imanit, dëshiria e tepërt për dynjan. Jemi të lidhur fort për këtë botë, për këtë dynja, sa që tepër edhe jemi larguar nga jo botë. Edhe kemi haruar dhënien e llogarisë para Allahut subhanahu wa taala, kemi forcën, mundin të motivuar jemi për gjithçka që ka bëjmë me këtë botë, me këtë dynja, por kur vjen puna për namaz të lodhet jemi. Të lodhet jemi. Po okay, u ktheve pi punë po. Po them ka një punë tjetër, 200 franak është ora. A ka më shku? Po normal. Me njerë. Këtu e teston njeriu vetë. Tash pse? Po bos fjalë për pare. Vëllai mbos fjalë për xhenet. Dhe mos harro se çat pare, çat furnizim ta jep Allahu fuqi plot. Vërtet. Dhe sun marrësh as pare, sun fitosh nga kjo botë, kur gjë pa ta dhënë Allahu fuqi plot. Shëndetin ta ka fal ai, jetën ta ka fal ai. Ai është i cili të krijoi. Ai i cili mundsoj që të formohesh në embrionin e nënës tënde. Ai është i cili ta mundsoj që të dalësh prej barkut nënës tënde. Ai është i cili ta mundsoj që të rritesh në gjirjen e nënës tënde. Ai është i cili ta mundsoj që ti të zhvillohesh, të rritesh, e të jesh
ne themi të ne sak selam mirë, apo don formë më të mirë, Shnosh e bukur, shnosh e mirë, ai është Allahu. E tash uritë, u bën mendje madh. Dhe ja ke pak muskuj, ke forcë, të kreti ke pe Allahut, ti nuk posëdon kur gjë. Edhe po tregohesh mendje madh dhe Allahut subhanahu wa taala. Tamam? Kështu që shejtani si shejtan e madhëroi Allahun. Shejtani si shejtan thot bi'izzatika kur betohet se ka me deviju robrit e tij, por si betohet në madhërinë e Allahut. Shejtani si shejtan nuk shon Allahun, se ka shajt kur Allahun. E dalin do të picimula, do njerëz të cilët janë të krijuar si të gjithë ne nga një lëng, ke parasysh, edhe tregohet me një madh dhe merr atë guximin, atë forcën, ta shahan Allahun si kriju, si ti që ka kriju, e shejtani si krijes më shëmtuar s'ka marr kur guximin ta shahan Allahun subhanahu wa taala dhe ka shprehë madhështinë e Allahut azza wa jall. Kjo lishmëri e fortë për këtë dynja e bën që robi të jetë i gatshëm për gjithçka që ka të bëjë me këtë dynja, por jo që ka të bëjë me atë botë, me ahiretin. Urno, sikur të thosh diçka. Është me të vërtetë e frikshme kur e dim se me malsinë e shejtanit ka qenë domethënë i larguar prej xhenetit dhe ne bëhem, se thotë ne bëhem edhe më në mëdhej se ai nuk kemi pikë frike. Është O them shpesh herë jemi një krijesë e çuditshme. Jemi një krijesë e çuditshme që çat shumë çat forcë e marrim, çat guxim e marrim për të bërë veprat çat shumë tranda, çat shumë të këqija që thash edhe shejtani, domethënë që nuk i bën, nuk ekziston që shejtani e ka shah Allahun. Në njeriu del sot e shah Allahun, ke parasysh. Subhanallahu, e merr edhe rolin më të madh se shejtani. Shejtani u tregu me një madh për në realizimin e urdhit të Allahut subhanahu wa taala, nuk e realizoi, edhe njeriu njëjtë merr pozitën e shejtanit dhe thot jo, e mazi. Jemi në këtë dynja, ne do të jetojmë në këtë dynja, do të punojmë në këtë dynja, do ta kërkojmë nafakën furnizimin në këtë dynja. Furnizimi është i caktuar mbi qiell, ti kërkoje në tokë. Ai që ta caktoi furnizimin është krijuesi yt, Allahu fuqiplot. Dhe ai di se çka ka caktuar për ty dhe ti nuk e di se ai çka ka caktuar për ty. Ti i merr shkaqet për kërkimin e nafakës furnizimit, por nuk haron ta madhrosh, ta falendrosh dhe ti dallosh gjërat prioritare. Kush më shumë ka prioritet? Ai është i cili të krijoi. Ai të krijoi për të adhuruar, madhruar. Dhe nafaka yte nuk ik ashtu sa që mund t'i ikish ti prej vdekjes, është edhe prej nafakës. Por ai si krijuesi yt, si furnizuesi yt, ai të ka urdhëruar që atë adhurosh, ta madhrosh. E jo të vaprohesh mas kësaj bote, mas kësaj dynjaje dhe Allahun ta injorosh, ta harrosh si krijuesin tënd. Pastaj angazhime të shumta, angazhime sa dush, një dinamike këtë, s'kam kohë. Dhe kështu që robi thot s'kam kohë, dhe kur me të vërtet i këshillon të vëllezër për namaz me xhamat, thotë valla, thot s'kam kohë. Subhanallah. Ti gjen kohë për gjithçka. Për gjithçka gjen kohë. Gjen kohë për punë, gjen kohë për familje, gjen kohë për gjithçka. A gjen kohë për punë, po duhet. Po si nuk gjen kohë për atë i cili e krijoi kohën? Ai është Allah. Është si nuk gjen kohë për atë i cili ta mundsoi të punosh dhe ta gjejsh furnizimin nafakën. Si nuk gjen kohë për të dhe një kohë që është shumë pak për 24 orë, vetëm 50 minuta në ditë, 23 orë e 10 minuta i ke vetëm dynjallëk. Vetëm 50 minuta për 24 orëve suni dhajsh për Allah, që gjithë shka i takon ati, i përket ati, e nuk mund të gjejsh për të. Pastaj dembelizmi, jemi si shoqëri, jemi bë dembela, ke parasysh, e kemi rënd vështirë, pash një vllasët më tregoj, tha subhanallahu, tha po më shënoi shefi se më tha të han, nesër do të jem më 8:30 ora, tash fillon si i ri punëtor atje, tha shumë po kam stres, e mos po vonohem. Ama e ka nis tash kohë e fundit po prezanton për namaz të sabahit me xhamat. Kam frikë, po stresoj, thash apo streson? Tha po se thash apo streson për namazin me xhamat kështu në xhami për sabah? Pse këtë kale? Subhanallah, tha, qofti madhurur Allah. Pse thash këtë gajle nuk e ke për namaz me sabah, për namaz me xhamat, namaz e sabahit në xhami. Pse kështu nuk streson? Ta kesh qatë gajle për namaz sabahit me xhamat, do të vish? Dhe kur nuk do të mungesh? Andaj thash, mendo mirë.
Mendo mirë se ti të streson, po ti nuk din çka mundet me të ndodhë nesër. Tja nuk duhet të lusish Allahun të jep forcë ku vetë të harun mendjen. A nuk i kërkon bekimet e Allahut asaj dite? A nuk dëshiron të ish në mbrojtjen e Allahut? Kush fal ma salla salatul fajr, fa huwa fi dhimmatillah. Kush fal namazin e sabahit ai është në mbrojtjen e Allahut. Një ditë e bereqeshme, e begatshme, një ditë i lumtur, i gëzuar. Pse? Fillimin e asaj dite ke filluar me adhurim. Edhe atë ku në vendin më të mirë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalul baqa inda Allah subhanahu wa taala al-masajid. Vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë xhamit. Kështu e fillon ditën me veprën më të mirë, që është namazi, në vendin më të mirë, që është xhamia, e çish, si nuk do të jesh më i miri asaj dite. Ha? Si nuk do të jesh më i mirë? Ndihesh mirë, i lumtur, i mbrojtur, i qetë, sepse e kupton vlerën veprës që ke bërë, edhe e kupton vlerën e vendit veprën ku e ke realizu. Pastaj, shoqëria që nuk e vlerëson namazin, është një prej shkaqeve. Sikur vëllezërit t'ia dinë vlerën e namazit me xhamat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të bolin gara me gjuhët e tyre. Kush më shpejt t'ia shkon t'ia kalon që ta zën safin e parë. Që ta dinë vlerën e safit të parë. Por nuk e din vlerën e zanit. Nuk e din vlerën xhamis, nuk e din vlerën namazit me xhamat. Nuk e din vlerën namazit pas imamit. Nuk e din rëndësinë, peshën e safeve, e vllazërisë, e afërsisë mes neve. Atë ndodh që ne normal mos ta falim namazin me xhamat. Ka din vlerën, siç e din vlerën punës, e din vlerën. E din vlerën se në fund i merr pas me franak. Ha, e din vlerën. Cila është vlera e punës? Lodhjes tande gjatë mujt, ha? Lodhë, kthesh u lodhë, haman, edhe pse e lodhë sot, ti nesër shkon përsëri. Pse shkon? Se në fundi e merr rrugë. Po kjo është ajo lishmëria e imanit, besimit me veprën që e bën robi. Se ne tash i bëjmë punë. Aman, s'kam bes një dinar, që be 10 vit, 20 vjet, 30 vjet unë po falem, aman unë deri tash s'kam fitu rrogë. Rrogën, shpërblimin, e veprave tua të mira në këtë dynja, i keti i merën këtë dynja, po veçanërisht botën tjetër. Andaj duro, qëndro dhe vazhdo me realizimin e urdhrave të Allahut. Pastaj kemi edhe mashtrimet e shejtanit. Mashtrimet e shejtanit, thot se ke patjetër shkruaj çdo ditë, çytje vezësi të ndryshme. U të thotë se ato që ka shkojnë në xhami, se ato e më të mirë. Ja? Sa njerëz e shprehin këtë. Se në xhami shkojnë ato gjynaqara, ti je më i mirë, ti je më i mirë. Se ke parasysh, ti je më i mirë, lirisht mund të falesh në shtëpi, me ndihmë të ndryshme që për shkak të dobësisë së tij, shpirtërore, imanore, ai pranon që ato sytë që ato vezvese dhe vazhdon të qëndron në shtëpinë e tij pa falur namazin me xhamat në xhami. Shpesh njeriu nuk e kupton se problemi nuk është nuk është mungesa e kohës. Nuk është mungesa e kohës, shpesh nuk kam kohë, vallë s'kam kohë, vallë ndërsa vizë nuk është, jo, po mungesa është e prioriteteve. A kthehet prej pune. Ajo e prioritet të shumë gjërave tjera, por nuk je prioritet namazit. Nuk je prioritet. Dhe ai sikër ta kupton se prioritet ka adhurimin dhe Allahu subhanahu wa taala, ai do të vjen dhe kur problem nuk do ta ketë. Andaj gjërat që i konsideron të rëndësishëm ai gjoherë në kohë. Gjoherë në kohë. Edhe pse është i lodhur. Ka ardhur për punë e ka aeroplanin më 10 mbrëmje. A do shkon? Po normal shkon. Pse? Prioritet, do shkon. Ka ardhur për punë, është smur e vllajt, do të çon në spital, do ta çon. Ka ardhur për punë, familja kërkojnë që dalin shëtitësisë, thotë s'na ke nxjerrja një javë. Hajde të dalim. Edhe pse është i lodhur, është i motivuar. Edhe pra gjërat të cilat i konsideron të rëndësishme me vlerë ose të vlefshme, ai gjoherë në kohë. Për shkak se nuk e konsideron namazin me xhamat gjë e vlefshme, e vazhdon ta falë në shtëpi e jo xhami. Vërtet është. Edhe gjithashtu se po thu për prioriteteve marr në rast që më ka pas ndodhur para disa vitesh,
Kujtët më dëf ke një punë gjithçysh me krye çatë mbrëmje. Edhe normalisht kisha dëshirë që mos të mungoj, për mos më leju vetit vezvej se pastaj haj që munguve një ditë zbohet nëme edhe një ditë. Të shas një ditë mos të mungoj, për këtë në xhami. Pastaj subhanallah çështë vezvej se nisi hajt lej prosonte se nashta s'kime mujt me arrit se det shkon, det bën, det kthehet edhe nashta s'mund të anshë përfundon punën. Hajt, alhamdulillah dishte Allah se mu bindi zamra me shku, gjithçysh thash. Shko gojle, thash tek e fundit gjysë orë, një orë i hupi, gjysë orë, një orë i zgati ma shumë. Bismillah, po shkoj, vi këto në xhami, nuk më kujtoj se për shka ka qenë, po e përfundoj kthejna. Dhe kur kthejna, dënë Allahu me ep një motiv edhe një energji, sa që e kryo dhe ma herët punën se sa kom planifiku, pa shku në xhami. A thash, la hawla wala quwwata illa billah. Ta lusim Allahun në forcon në realizimin e urdhave të atij. Amin. E veç në realizimin e këtij urdhri që është namazi me xhamat në xhami që ka peshë të madhe në fenë e Allahut. Amin. Allah shpërblyf. Amin. E cekë pak disa pika për rolin cilin e lun shejtani për largimin. Ose shka që të e pengesës. Pengesës. Që pengon. Tash diçka pak më ndetoj për shkak për këto vezvejse apo edhe pengesa njerëz që kanë ndoshta edhe me sëmundje nga buta e tyre. Okej. Tash këtu mund të flitet shumë, apo don për pengesat që i Po kanë disa pika njerëzit. si të Janë shumë kemë për shembull nëse folim për dembelizmin. Po. Për shembull, dembelizmi nuk është si shkak i vetëm. Ose vezvese, për shembull çytet, pengesat. Nuk janë si që për më thënë ka shumë, unë ceka disa prej tyre. Për shembull nëse folim për dembelizmi pejgamberi sa ka kërkuar mbrojtje. Ka kërkuar mbrojtje që Allah ta mbron nga dembelizmi, por nuk është si shkak i vetëm, si arsye vetme. Se njerëzit lodhen për punë, për sport, pi punë shkon në sport, luan futboll, ke parasysh, për të argëtuar kështu më, por kur vjen puna për namaz, thot nuk kam fuqi, nuk kam forcë. Por gjëra të tjera lodhen, edhe pse është i lodhur, vazhdon që të lodhet, por kur vjen puna, më thot nuk kam forcë. Dhe kjo tregon se zemra nuk është e ushqyer mjaftueshëm me dashurinë ndaj Allahut. Zemra nuk është ushqyer mjaftueshëm me dashurinë ndaj Allahut. Kështu që personi duhet të sulmon ato pengesat ose të lufton kundër atyre pengesave të cilat e pengojnë, siç është edhe çytjet që i kanë njerëzit ose pengesa nga bota e djajve që kemi, kjo është një realitet që nuk duhet të mohohet ku shumë njerëz dëshirojnë, me vërtet dëshira e tyre është e flakt për namazin me xhamat në xhami, por kanë pengesë, nuk munden. Unë e ceki këtë dhe jam dëshmitar ku ne kemi shumë vëllezër që duhen të vinë të falen këtu në xhamin tonë. Por nuk munden. Bile shkojnë në xhami tjetër, por këtu nuk munden. Për shembull, nga ajo se e kanë si pengesë, janë sulmon prekur nga bota e xhinve dhe nuk munden. Ke parasysh e kanë atë si pengesë. Ose ka patyr që në asnjë xhami nuk munden të shkojnë. Jo se nuk don, po nuk shkon. Nuk mund të shkon, sepse pengesa është e mbrojtshme dhe ja tash ky ka rënë në atë shkallë. Por vetëm duhet t'i ndihmohet, të motivohet dhe t'i qartësohet, t'i shpjegohet mënyra se si ta lufton këtë dukuri dhe mos të pajtohet me këtë farlloj pengese që mund të vazhdojnë kjo deri në vdekje, subhanallahu. normal. E deri në vdekje ti tash nuk do ta falish namazin me xhamat në xhami. Pra ky person çka duhet bën, duhet fundit të merr guximin të kontakton vëllezër, xhamat, hoxhan, ke parasysh ti merr ato shkaqet për rreth, këtij shkaku për rreth kësaj pengese që ta largon këtë pengesë dhe të fillon me namazin me xhamatën në xhami. Edhe më ke pas thonë më ke pas bën një vërejtje kështu si generale, ju direkt me, po si spjegim, se tha milon shejton të njëjtën temë mund pengu mund veprat mia. Po të? Ato që kjo është shumë e qartë vëllai Dardan, ajo është lufta e tyre. Ato duhet me të pengu gjatë tërë jetës tënde. Ata nuk dëshirojnë që ti të bësh asnjë punë. Për shembull, kemi vëllezër në vëlla që para ndja partije, do të thënë kur çohet për punë, të shkon problemi i madh. Që e lam namazin anash, nuk flasim për namazin. Përveç punën. Thot kur çohem të shkoj punë, shumë keq thot bëhem. Pse? Për shkak se të jesh aktiv në jetën tënde, sepse puna, kërkimi i nafakës si besimtar është adhurim.
nafakën nëse e kërkon në mënyrë të halalit, për ta furnizuar familjen, por mos të jesh i varur nga të tjerët. Ke parasysh se Allahu xhukujt ja ka caktuar nafakën dhe duhet ta kërkon nafakën. Kjo është, më thënë, të ish aktiv, të ish i gjallë, të ish i lëvizshëm. Kjo është kundër dëshirave të tyre. Dhe vetëm që dëshiron të punon ka problem. Pra ata nuk dëshirojnë asgjë që besimtari që njeriu të jetë aktiv, të jetë mirë. Më thënë, po do thosh, ka shumë njerëz që janë aktiv, punojnë sen. Po, por punët e tyre janë jo me qëllime të pastra. Kërkimi nafakës nuk është në mënyrë të halalit, është në mënyrë të haramit. Nuk kanë kujdes atë se ai dëmtojnë dikë, e bëjnë zulluma, nuk i bëjnë, ke parasysh. Ne flasim për dikë që e din që ka është padrejtësia, si duhet të punon punën, si duhet të jetë i drejtë, i sinqert, besnik, mos ta mashtron patroni dhe kështu me radhë. Ku shpenzohet pasuria, ku e merr, ku e jep, siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ata nuk dëshirojnë, edhe ata dëshirojnë ti thjesht shtrihesh në shtrat, ta fikish dritën, edhe jetën të ta bëjnë tërë. Ta fikish dritën, edhe të rish vetëm shtrat. As domën të pastrojsh, as vetin të pastrojsh, as vetin të ushesh. Të shado pajtojsh. Normal që jo. Ato këtë duan. Okej. Ato dëshirojnë ti mos të shkosh të falish namazin me xhamatën në xhami. Mos u pajto. Le të jetë si mesazh për vëllezërit që kanë këtë problem. Mos u pajto. Thuaj vetëm, inatosu. Bismillah. Çon kam. Merr abdesin, me zor. Kap atyre që çajin kur marrin abdes. Çajin kur vjen puna të shkojnë të falin namazin. Se zort i madh, ke parasysh. Por kjo e çajt me është nga mudizori që e kanë për shkak se dikush e lufton për ta bërë të kundërtën ajo këtë. Dhe tash ky e kundërshton. Kështu që mos u ndal hec, mos e lën namazin me xhamat në xhami, sepse vallahi është shpëtim për ty në këtë botë dhe botën tjetër dhe dëshmon afërsinë tënde me Allahun azza wa jall. Plus lirisht korrigjom sepse ki është normal njohëria jam ndaj kësaj bote është shumë e vogël ndaj te, po edhe për ata vëllezër të motra cilët e kanë këtë të loshe, që rezultati që asoj që ti vojt që e kanë është dhimbja realisht e atij mranda ju e jutja. Kështu për ata të cilët e kuptojnë, themi, për ata që e kuptojnë dhe për ata të cilët janë përballu dhe përballen me këtë gjë, dhe që ne i dim këto gjëra. Çdo herë kur robi veçanërisht mundohet bën një vepër mirë, të lexon Kur'an, të fal namaz me xhamat, pa më parasysh, dhe më njëherë paraqitet vaj të çajturit. Nuk është nga individi a personi. Kjo vjen nga luksi. Dhe është vaj e dikujt tjetër dhe është një vaj i pak kontrolluar. Sepse veprën që ti e bën nuk e don thjesht. Është ndëmt atij favorin tënd. Ataj hec, mos u ndal. Do më thovesh se mirë është të shku. O mirë është të shku. Mirë është të shku. Mirë është të shku shumica, për shembull thotë, unë kur vetëm që dëgjoj Kur'an me një çaj thotë. Me një çaj, është tot normale se unë çaj, thotë çdo herë çaj. Jo, nuk është, e mendon se atë kanë ki përsysh nga devotshmëri ose se. Ai është kur me mendja se ke përsysh, po ajo është nga dikush tjetër. Allah shpërblet thotë. Amin. A mund të thonë se edhe kjo lidhet me disa persona që të ndjejnë veten të turpëruar ose të parahatshme të hyjnë në xhami. Edhe një herë? Po tham, a lidhet edhe kjo pjesa e djajve apo është edhe shkaqe të tjera që i bën që disa njerëz e ndin veten të turpëruar ose të parahatshme kur të hyjnë në xhami? Jo çdo herë ka të bëjë me botën e tyre. Të parahatshëm mund të jetë ose për shkak të pushtimit që kanë nga bota e tyre, sepse bota e tyre janë të parahatshme në shtëpinë e Allahut azza wa jalla, ku këndohet Kur'ani, bëhet adhurim, madhrohet Allahu. Por mund të jetë edhe nga jo se ai kur nuk ka hy, nuk është mësu, nëse folim për fillastar, nuk është mësu asnjëherë. E kur ta shohin njerëzit si e kanë pak tani njerëzit, edhe ti janise. Tani kur fillen njerëzit shkojnë në xhami, ka shkuar në xhami. Ja, njeriu pendohet, e kupton se nuk shkon jeta kështu. Edhe kur shkon në xhami, sa ta shohin, edhe ti janise, çka tu mdek. Ke parasysh kur xhamat i drejtohen dikujt,
Dika këto fjalë e ngushtojnë. Normal. Nuk do të thanë, nuk do t'i drejtohemi kështu njerëzit me këto fjalë edhe ngushtohet, kështu që mund ta bëjnë parahatshëm këto fjalë, reagimet e njerëzve, mendimet e njerëzve, edhe jo çdo herë si shkak botë, po mund të jetë edhe ajo. Mund të jetë edhe ajo. Allah shpëleft. Bashkë me ty valla. E folëm më herët se nuk e kemi ushqy sot duhet zemrën për dashurinë ndaj Allahut. Kështu që pika është si mund të krijojmë dashuri për xhamin dhe namazin me xhamat. Ne krijojmë dashuri për xhamin dhe namazin me xhamat, kjo nuk krijohet aty për aty. Me njëherë. Dikujt është nevojitur vite të tëra. Kjo arrihet me prezencë, me shkuarje, derisa zemra lidhet për atë. Ne para se t'i lidhim zemrat tona me shtëpinë e Allahut, ne duhet t'i lidhim zemrat tona me Allahun. Por derisa unë nuk e di vlerën atij, tash unë s'to du ty, po ta du shtëpinë tënde. E tash vi unë të ty të të vizitoj se shumë shtëpinë e ketë mirë. Ama ty s'to du, Po. si patroni asaj shtëpie. Si mund ta ketë vlerën më të madhe shtëpia se ti? Kur ti e patroni asaj shtëpie. Ne do të njohim vlerën si Allahut subhanahu wa taala, krijuesi të gjithë shkajt. Dhe zemrat tona të jenë fort lidhura për Allahun azza wa jall. E kjo bëhet përmes të përmendurit, përmes adhurimeve të tepërta të shumta vullnetare, leximit të Kuranit, realizimit të urdhrave të tij, largimit nga dalesat të cilët ne kanë ndaluar, se sa më shumë që bëjmë gjëra harame na pengojnë. Që ato harame janë sebeb që ne mos shkojmë në xhami, sepse i mallkuarit për shpërit thot, pse bëhesh ti kështu je munafik, ti çka zbon tash do të shkosh në xhami atë që të falesh. Ke parasysh? Të shmangemi harameve, gjunave dhe ta madhrojmë në formë, mënyrën si që ka madhruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë ti lexojmë fjalët e tij të cilët i ka shpallur nga 7 kaqillë, dhe në këtë mënyrë e dumi Allahun, na shtohet dashuria ndaj tij, sa më shumë na file, aq më shumë afrohemi tek ai, e pastaj e kuptojmë edhe rëndësinë e një vendi që ai ka zgjedhur. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Dhe se xhamit janë të Allahut, i përkesin Allahut. Andaj mos adhuro dikë tjetër me Allahun. E kujto xhamia? Nuk është e jemi ajo. Janë vende publike, janë vakëfe që ndërtohen për ta madhruar Allahun. Dhe janë vende që përkesin Allahut. Dhe aty nuk bëhet çka dumi, si dumi, ku të di çka. Dihet qëllimi i shkuarjes në shtëpinë e Allahut. Andaj, masi që janë tash vlerën Allahut, tash e di edhe vlerën shtëpisë vendit Allahut subhanahu wa taala, dhe shkoj si mysafiri Allahut në shtëpinë e tij për ta realizuar urdhrin e tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe njerëzish do të jenë nën hijen e arshit të Allahut në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër pos hije sa Allahut, dhe cek një prej tyre rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Një njeri zemra e të cilit është e lidhur për xhamit. Si e lidhur për xhamit? Ti ke familje, ti ke gruaje, ti ke punë, ti ke nevojët e tua, ti s'mundesh me 24 orë në xhami. Ti fal namazin me xhamat. Kohën e lirë, ti kalon xhami, ti lexon Kur'an, ti fal namaz. Vjen koha ti shkon në shtëpi, shkon në punë. Ti çdo herë kur shkon në shtëpi në punë, zemra yte, mendja jote vetëm rinë në xhami. Ti vetëm mendon çysh të t'jepet, kur të t'jepet mundësia, hapësira që ti të shkosh në xhami. E jo me hub kohën për vende që nuk janë dobishme, e kudërta, janë ndëmin tënd. Pra, kështu njeriu e lidh zemrën e tij për shtëpinë e Allahut. Ai shkon ku shkon mendon për xhamin. E ky njeri do të jetë në hijen e arshit të Allahut në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër pos hijes së Allahut fuqiplot. Allah shpërblet hoxh. Bashkë me ty. Hoxh kemi edhe këto do pika, cilat besoj lëmi për një episod të dytë. Nuk është problem inshallah. Nëse do Allahu, nëse na mundson inshallah. Në vonashme. Kështu që inshallah në episodin e radhës e vazhdojmë edhe me pika tjera për si pjesë dytë. Është temë e rëndësishme,
dhe që duhet folet, flitet për këtë. Do Allahu na bën dobi të gjithë. Amin. Edhe besoj se më mirë nështë e bojmë në atë episodin e dytë, ishte me ndoshta disa pika, që mazë është, me të vërtetë është temë shumë e rëndësishme, edhe që na prek shumë njerëz, na prek kjo temë që na kena. Se do t'i themi fjalë të duhura, të vërteta, sakta, bazuar Kur'an dhe Sunet, nëse është gjithçka që do themi e vërtetë e saktë, është nga Allahu, por ndysh është nga unë dhe nga djalli. Allah shpërblet, thot normal si gjithçka kujtojmë se këtu vlen mas pari për neve para se të shkojnë te auditor ton, sepse ne jemi vetëm ne jemi ata më shumë që kemi nevojë të këshillohemi. Po. Pastaj u drejtojmë të tjerëve. Allah të shpërblet për prezencën tonë si gjithë, edhe këto fjalë tua, kujnë se ndon për neve. Allah shpërblet thonë një herë të gjithë vëllezërit dhe motra që kontribuojnë për këtë projekt dhe sponsorët tonë, dhe shihemi inshallah në episodin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam.